Një ish kandidate për deputete nga radha e televizit vetëvendosje është përblyer me një pozitë të rëndësishme brenda Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal. Teuta Fazliu, e njohur për aktivizmin e saj politik dhe mbështetjen ndaj Albin Kurtit, ka dalë para në testin me shkrim për pozitën udhëhecëse divizionit për hulumtim dhe analiza në nivel lokal. Rezultatet u publikuan me 28 maj 2025 nga Ministria që udhëhiqet nga Albert Krasniqi. Në këtë konkurs morën pjesë 16 kandidatë që i plotësonin kushtet ligjore, por ishte pikërisht Fazliu ajo që zuri vendin e parë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2019, ajo kishte kandiduar për deputete në Kuvendin e Kosovës, por kishte arritur të merrte vetëm 1301 vota. Megjithatë, ajo nuk është këputur nga skena politike duke qenë aktive dhe përkushtuar ndaj VV-s, gjë që vihet re edhe nga postimet e saj në rrjetet sociale. Në njërin prej tyre, ajo kishte shkruar: "Ti je shpresa ime dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen për ndryshimin e këtij vendi. Faleminderit që je në mesin ton." Duke ju referuar Albin Kurtit. Por ky nuk është i vetmi punësim që ka ngjallur reagime. Në një tjetër pozitë të rëndësishme brenda kësaj ministrie, atë të udhëhecit të divizionit për partneritet dhe qeverisje të hapur, është pranuar Arianeta Bazi, këshilltari i afërt i ministrit Krasniqi.